që na e punojmë lojën, veç më nësë më orë që e fragment, do t'jërë ma bet. Pa e kryve. Do më thonë ti, jo, të ndërprejë, të këtë rënë, se përfundova. S'muna me ngu pa fundësisht të na Po, pa fundësisht nga nëse Granit, veç ta përfundon Dardani me njerë. Po s'muna me lo, kënajna i na tre profesionista të fushët me na kalëzu kë, është golle vitushë. Unë jemi thyrë të mos, unë ki thyrë ti. Gjithsesi mendimi ti është hapësira ti Granit. Neve këto po shkollive këtë stoja, kolishtë në nëllën këtë pisa ma beta qka. Po thu, a di që ti po në nënçmo në burë, ti po thu... Ja, po këta dhe, në nënçme e pëllo opinionin të ti nëse nishë në shmu, për opinionin s'kam së të bëj. Se pja fut këtë, pja fut. Po normalisht. Po s'me Ti duhet mi të qërë gollin dhe vëndësin që shvjen. Pa aja është totalisht të cilësi e litarit, bre. Aja në është gavim teknik, as taktik. Edhe thu me profesionalizm për ta muhej këto. Po unë po që dina si profesionist që me duket lafë. A kryve me burë... Edhe s'të zëllë, s'ke golla, fokti që me Polenit. Po bënë se... Qëre, kontestama në argument se problem, me në shmim ju. Fokti që Polenin e ka qitë për pona 3-4 herë, rastet shumë mija, mënej që Selvini e konë bukur mirë si një vetë. Ja bre, Veç pak bre, me këto debatit. momenti që jetu fitu, kryon shumë hapsina më rapa dhe këndërsulme është armë që vjen shpreje, e punove se punove te, se kryon hapsina. Kështu që ekipet e vogla punojnë shumë në këndërsulme është, ose me thonë ekipet që janë favorite. Edhe këtu hapsina që i kalon më rapa Polonia është e presme për shkak se është një ndeshje dhe do të melon hapsina për me kërku barazimin e lojës. 2 gollat e Shqipënisë, 2 gollat e Polonisë janë lehtë e fitueshëm, sepse njëra vjen prej ndërpremjes, që është në shtyllën e dytë, është një skeme përgatitur që gabon portieri se në atë pozicion nuk mundesh me dal mbrana 5 metrësh ti pa kontrolluar edhe me ball asnjë lloj golli as lehtë. Ndërsa golli i dytë, duke e marrë parasysh një lejtar, se na kur bëjmë analizat e ndeshjeve, i marrim masat për lejtar specifik. Cili gjun? Jo, s'ka mujt me rujt Krosin, nuk krosohet pi pozicionit ballor. Nuk ka krosa. Krosat vijnë prej anash. Goditjet vijnë prej qendrës. Kështu që goditja e Zielinskit vjen prej qendrës, edhe është gol lehtë i fitueshëm. Qofse dën me po statistikat edhe notat që flasin shumë për ndeshjen, e sheh që Strakosha e ka notën shumë dopt për shkak se të 2 gollat është faji portierit, domethënë është se nëse merr gol pi 30 metra portieri, pe një pozicioni ku përgatitet shumë herë që ka me gjujt, normal që është faji portierit. Ose me mari. Po normal, 2 mesfushorë të Shqipënisë. 2 mesfushorë. Jo. 2 mesfushorë të Shqipënisë. Me kon projektil, me kon nai. Po, 2 mesfushorë të Shqipënisë në pozicion para mbrojtjes, nuk mujnë me lanë një futbollist që bën golla spektakular në Serie A, tash e sa vjet, edhe me lanë me gjujt tash lirshëm, i pa markum 15 metra. Për që ta, po thëmë është golli e vitueshëm. As një sulmuesi polonist nuk e kërkon topin. Absolut se është zonë blok. Që tjetëri me sulmuesin e tjetëri mos me dojnë me Kështu që në qëfë se pretendon. Duhet të shkarkot Silvinjo pra, shkurt shqip. Pregaditja ndeshjes nuk ka qenë e nivelit për ku është loja. Asnjë ama dot se ka Do të thonë, ndeshja është e përgatitur dopt.